Prishtina nuk e meriton një kryetar tillë që për shumë çka për mua është sharlatan. Nuk kam dyshim se fiton Hairullahu, por jo me diferencë të madhe, 1000, eventualisht 1500, dhe atë për disa arsye. Dështimi katastrofal në realizimin e premtimeve që ka pas për parimi, 5-6 i shikova premtimet, pothuajse asnjërin se ka realizu. Stili vajtimit ankesat koti që i ka përdor gjatë fushatës dhe një paraqitje të theksuar prej mashtruesi, edhe mbrëmje u përpoq. Par mbrëm, fakt. Me përpjekjen për të pohuar se nëse më shkon mirë, 7 parçe brenda vitit, pastaj u tërhoq, po megjithatë stili prej mashtruesi është i lexueshëm prej qytetarëve dhe besoj që Prishtina nuk e meriton një kryetar tillë që për shumë çka për mua është sharlatan. Do të ishte dëm i madh për Prishtinën në rast se nuk do të fitonte Hairullah Çeku dhe sharlatan thoni? Kam përshtypjen, për me sjellje kam fjalën, sepse shiko, ti gënjesh publikisht qytetarët se i kam dëtuar 7 parçe brenda vitit. Kam bërë këtë. Në fakt, ishin vetëm projekte, a i përpiqet të shes projektet për punë të kryera. Ndërka që dështimi më galapant është Unaza, nuk e ka penguar askush që t'i filloj shumë prej punëve që ja shpjegoj Hairullah e tjerë. E ka filluar një rrugë të ne atje, absolut as ka mundësi të pranohet teknikisht. Kushdo që do ta fitoj Prishtinën nesër ka me pas të lashe, sepse është me të meta të jashtëzakonshme, edhe teknike, edhe formave tjera të punës e tjera. Asnjë punë nuk ka mund ta bëj si duhet. Ndërmarrjet publike janë kolaps, praktikisht janë para kolapsit, janë borxhe të gjitha. Trafiku urban, unë kam qenë 8 vjet në asambleje, di, patëm arrit që ta bëjmë ndërmarrje profitabile është ku është. Prandaj nuk kam dilema, shtok kësaj këtyre argumenteve për qendrat urbane, por ndërkohë unë i kam përcjellë edhe komunikimet sidomos me pjesë të rurale të Prishtinës, duke filluar me Barilevën edhe katunde të tjera që pak më të mëdha ku ka fond votash më shumë. Besoj që pavarësisht garës, pavarësisht bllokut e tjerë, një pjesë e votuesve, madje edhe të PDK-s, e sidomos të AK-s dhe të AKR-s janë shumë të revoltuar. Dhe ata do ta votojnë Hairullah Çeku. Lirim? Për Prishtina? Po. Aktualisht? Po. Unë, përveç përshtypjeve të mia personale, besoj që edhe faktikisht në terren mbështetet që Hairullah Çeku nuk arrit me kriju kurfar vale, e cila kështu mund të më përcjell me ndryshim në ditën e zgjedhjeve,